Fshati Fitore, pjesë e njësisë administrative të Novoselës, vion të mbetet një nga zonat që kërkon vëmendjen e autoriteteve, veçanërisht në drejtim të përmirësimit të infrastrukturës rrugore dhe krijimit të hapësirave publike për komunitetin. Një nga shqetësimet kryesore të banorëve është mungesa e një rruge të asfaltuar që të shërbejë për lidhjen e disa lagjeve të banuara të fshatit, ndërsa rruga e cila shërben si arterie lidhëse për një numër të konsiderueshëm banesash ndodhet në gjendje jo të mirë, duke u kthyer në burim problematika të përditshme për qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorëve, sidomos gjatë stinës merreshje. Sipas banorëve, çdo dimër rruga mbushet me baltë dhe bëhet e pakalueshme. Përveç infrastrukturës rrugore, mungesa e një këndi lojrash për fëmijët është një tjetër problem shqetësues për komunitetin. Aktualisht fëmijët nuk kanë asnjë hapësirë të dedikuar për lojë apo aktivitet fizik brenda fshatit, çka i detyron prindrit që t'i çojnë deri në Vlorë për të kaluar disa orë argëtimi. E që si janë verë? Në ato edhe. Një kënd lojrash për kalamajt nuk ka. Gjitha pullat kalamajt e fshatit. Ato gratë e fshatit. Gjitha marrin kalamajt i qojmë në Vlorë, po një kënd lojrash i lojnë kalamajt, një pak lojrash, turp nga bota. Veten në tëra botën në fshatat e Lushit janë rregulluar për bukurisht fshatat e tjerë këtu të neve, shiko. Shurra në banë, nuk hapin dot detalet e fshatit. Me toninat atjerë, po na vinë në shtëpi. Në mungesë të alternativës, një nga argëtimet e vetme për fëmijët në Fitore mbetet ndjekja e ndeshjeve mes kaposhave. Ndërkohë një tjetër problematik për banorët janë edhe kanalet që kalojnë në fshat, të cilët sipas tyre duhet të kenë më shumë vëmendje. Fshati Fitore është një nga zonat me potencial bujqësor dhe me një komunitet aktiv, por që për shkak të mungesës së investimeve hasin problematika.